Mua më ka vdek, thot babi, para 2 javësh. Më del në ëndër si kur e takoj. Aty e kam mendjen, qa të bëj? Ngushlime për babajnë tëndë. Lusë Allahun e lartësuar që të t'jap durim. E lusë Zotin e qetësisë që të ta mundësoj të bashkohesh me babajnë tëndë në xhenet. Ajo që unë të këshilloj është sa më shumë lutje, kur të falësh namaz aty në sejdë, lute Zotin e qetësisë që ta fal, ta mëshiroj, t'ja bëj varrin kopësht prej kopshteve të xhenetit. Dhe nëse ke mundësi, qoftë edhe pak, jep lëmosh për shpirtin e tij. Këto 2 gjëra, pra lutje dhe nëse ke mundësi, jep lëmosh për shpirtin e tij. Allahu e mëshiroft, Allahu të dhon durim. Kjo jetë është kalimtare. E shkurtër është. Ne inshallah me dashmit tanë do takohemi në xhenet. Atje është e përjetshme, xheneti është i përjetshëm.